Nderim dhe mirënjohje të thellë pranuar ftesën nga shoqata ndërkombëtare kulturore Akademia e Ideve për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së medaljes së artë Aleksandër Math. Të marrë këtë medalje që mban emrin Aleksandër Math është një ndër dhe përgjegjësi, sepse simbolizon forcën, vizionin, guximin për të ndëruar dhe dritën që arti dhe kultura sjell mes popullit. Shoqata ndërkombëtare kulturore Markundale Vezir Frashëri, që unë dhe u krijuan 12 vite më parë, me kërkesën e një dhe iniciativën e një grupi intelektuale shkrimtar, me qëllim për të mbrojtur promovuar vlerat e zhvillimit kulturore të tërës përmetit shqiptar dhe ndjerë. Si reprezentari kulturor, çdo 25 maj dhe devilet e poetit tonë kombëtar e Frashërit kemi organizuar në Frashë dhe nëpërmjet 16 veprimtaria ndërkombëtare kulturore shkencore. Këtë ditë e kemi pagëzuar ditën e njëjtë. Dhe vëmendjet kulturore shkencore kanë marrë pjesë akademik, profesorë, studiues, shkrimtarë, poetë, nxënës shkollave, njerëz të artit dhe të kulturës, nga përmeti Tirana, Kosova, Janina, Kumanova dhe Konstanca e Rumanis. Shoqata jonë bashkëpunoi me pushtetin vendor, qendror, Bashkim Përmet, Ministria e Kulturës, për gjyshatën botërore Baktashiani Tiranë, me institute kulturore kombëtare, bashkëkombëtare dhe ndërkombëtare, si shoqata Përmeti Labria, Dështica, Tomor dhe Zëri Dardan dhe Valvet, grupi shkrimtarëve Jehon dhe Karatakut Kumanov, Akademia Tomitana Konstanca të Rumanisë, shoqata ndërkombëtare kulturore Akademia e Ideve Salami të Afinës. Ky vlerësim për te nderit personal është një nder nga i vendit tim, Shqipërisë, për fjalën shqipe, për poetët dhe artistët që mbajnë gjallë dritën e errësirë. Kjo dritë bashkon popullin dhe ngre ura ambicie në njerëzve. Çdo fjalë që kam shkruar kam kërkuar të ruaj aromën e dhëutit, oshëtimin e lumit Vjosa, ndjesinë e maleve të Përmetit dhe dritën që vjen nga Frashi nga i vlezër Frashi nga Lindja kombëtare. Si veprimtar i kulturës, poet, unë besoj se çdo varg lind nga një dritë që kërkon të ndryshojë një tjetër shpirt. Kështu edhe sot ndjej se kjo dritë nuk i përket vetëm mua, por gjithë atyre që më kanë mbështetur dhe më kanë lexuar dhe që kanë besuar te fuqia dhe veprimtaria e fjalës sime. Në shenjë me jonë dua të lexoj disa vargje të mia. Fjala s'është zë, është frym e gjallë e kombit. Ajo ngrihet mbi heshtjen si zogu mbi erë, mbart kujtesën e maleve, të gjakut të lumit dhe kthehet në dritë para ata që ecin pas. Ja tjetër kjo mbërën e një urim për paqe, bashkim, dashuri nëpërmjet kulturës dhe popullit tanë. Falënderimet e reprezentantëve kryetarit shoqatës ndërkombëtare kulturore Akademia e Ideve, zotit Dinos Kovatis, që më bëri pjesë kësaj drite. Faleminderit.